Si I kalonte Imam Kadhimi kohët e burgimit? Prej ndikimeve të mrekullueshme të udhëzimit të tij, të vijës ndriçuese dhe sinqeritetit, Imam Kadhimi, paqe qoftë mbi të, është hadithi që ka transmetuar El Amri në librin Biharul Anvar, ku thuhet se Harun Rashidi dërgoi tek Musa ibn Xhafer një shërbëtore të pashme për të shërbyer atij në burg. Imami I tha të dërguarit të Harunit: "Ju me dhuratat tuaja gëzoheni. Unë nuk kam nevojë as për të e as për ato të ngjashme me të." Ai u kthye tek Haruni dhe I kujtoi ato që I tha Imami, paqja qoftë mbi të. Haruni u nevrikos tepër dhe tha: "Kthehu tek ai dhe thuaj: Ne nuk të burgosëm me dëshirën tënde dhe as me dëshirën tënde të morëm. Leje shërbyesen tek ai dhe largohu." Shkoi dhe u kthye. Pastaj Haruni u çua prej vendit të tij dhe mori me vete shërbyesen e tij për të parë gjendjen e saj. Ai e pa shërbëtoren në sejdë për Zotin e saj dhe nuk e ngrinte kokën e saj. Ajo thonte: I lartësuar, I plot fuqishëm. Haruni tha: "Pasha Zotin, Musa ibn Xhafer, paqe qoftë mbi të, I bëri magjia saj." Rashidi e transportonte Imamin, paqe qoftë mbi të, nga një burg tek tjetri. Nga burgu I Isa ibn Xhafer në burgun e Fadl ibn Rabiu, në burgun e Fadl ibn Yahya, në burgun e Sendi ibn Shahik. Me këtë veprim, ai mendonte se ndoshta zhduke Imam Kadhimi, paqja qoftë mbi të, dhe vriste shpirtin rezistues dhe e fshihte atë nga mendja. Por prezenca e tij në burg kishte një qëndrim të fortë politik dhe vlera të larta sakrificash, veçanërisht në kalimin e tij nga një burg në tjetrin dhe ndjekja e lajmeve për të prej muslimanëve. Shteti Abbasid u bë I paaft të merrte qëndrimin e prerë për atë.